janë të bëjnë me rritjen e çmimit të energjisë në tërësi, të çmimit të naftës, të gazit, edhe të gjithë në produkteve të tyre që reflektohen pastaj tek çmimet e të gjithë gamës së gjerë me cilën përballohet jeta e secilit prej nesh. Nuk duam të vëmë në panik apo në alarm askënd, por duam të tërheqim vëmendjen për të kuptuar se sa të rëndësishme janë në momentet e kësaj natyre politikat shtetërore që harmonizojnë sistemin fiskal, sistemin tatimor, përgjegjësitë që shteti ka për të mbushur arkën me rishpërndarjen e parave të fituara dhe për të mbrojtur interesin e qytetarëve, për të mbrojtur xhepin e tyre nga çdo përpjekje që në rastet saj natyre shfaq natyrisht apo ka si përbërës të vetë edhe abuzimin edhe spekullimin. Mirë po, sa ndjehet, Mira, në qëndrimet e artikuluara të politikës shtetërore nga qeveria, prania e mendimit të ekonomistëve, specialistëve, e njerëzve që e njohin në thelb këtë gjë, apo ka, pa dashur të spekuloj, ka arbitraritet që unë jam qeveria, unë jam pushteti, unë e di si bëhet kjo gjë, unë do vendos këtë sistem dhe këtë regjim dhe ju jeni detyruar të zbatoni. Unë do flas nga eksperienca personale, meqense prej mbi 10 vjetësh detyra ime kryesore publike është të përfaqësoj sipërmarrje që veçanërisht operojnë në tregtinë e produkteve të konsumit, dhe mund të them që vit pas viti dëgjimi i zërit të ekspertëve apo të personave që me vërtet preken apo sipërmarrjeve si Rezarti dhe të tjerë është gjithmonë më pak prezente në dialogun atë që dikur ne e kemi thënë si një nga fjalët më të bukura, dialogu publik-privat. Domethënë dialogu publik-privat si term është duke utkurrur vit pas viti. Pra mund të them që patjetër që ka instituciona apo ka raste që kjo funksionon, por nuk është absolutisht në nivelin që duhet, dhe mendoj që në këtë rast janë më shumë ekspertët e brendshëm të institucioneve, ata që marrin vendime pa marrë në konsiderat dhe pa ditur, sepse janë patjetër ti mund të arsimohesh, mund të studiosh, mund të jesh dhe profesor dhe doktor i shkencave të ekonomisë, por në qoftë se ti nuk di se si funksionon zhdoganimi, si funksionon procesi, apo sa ditë duhet që malli të vi këtu, si funksionon skadenca e produktit, magazinimit e tjera me radhë, pra në niveli teorik, me nivelin praktik, ka një diferencë shumë të madhe, dhe patjetër që gjithmonë janë jo vetëm ekspertët, sepse ekspertët zgjidhin mekanizma dhe teknikalitete kur bëhet fjalë për kosto, për taksa, pra kur futen pjesë e elementëve financiar, po duhen veçanërisht persona të cilët në praktik e udhëheqin apo tregun.